Ju të pranishëm që përkraut kauzën tonë dhe qëndruat stoik ka studentëve. Ju drejtojmë sot me një zot fuqishëm se e drejta jo nuk guzon të shkelet. Sot nuk jam këtu vetëm për të folur, jam këtu për t'ju pyetur. Çka duhet të bëjmë dhe si duhet vepruar që ligji për përdorim të gjuhëve të jetë i respektuar dhe i zbatuar. Ligjet nuk prodhojnë obligime vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet shtetërore. Dhe ky ligj flet qartë nuk kërkon as ndryshime, as harmonizime, e as iniciativa të reja. Kërkon vetëm vullnet për ta zbatuar ashtu siç është. Kërkesa jonë është e thjeshtë. Zbatojmë ligjin, asgjë më shumë, asgjë më pak. Mos na i kufizoni të drejtat e fituara, mos na i mohoni të drejtat tona të garantuara me ligj. Nuk jemi këtu rastisht. Sot jemi këtu sepse jemi lodhur duke trokitur në përdyrë të mbyllura. Mos na nënvlerësoni, mos na injoroni, mund t'ju dukemi të rinj, po e ardhmja është në duart tona. Ju falenderoj gjithëve të pranishve, të gjithë studentëve të cilët e ndjejnë këtë kauzë në lëkurën e tyre, të gjithë profesorëve që na ofruan mbështetjen e tyre dhe shpresoj që kjo protestë të jetë shenjë reflektimi ndaj revoltës tonë.